fshatës të produsit të qumshtit, zotin Nasir Bayraktari, në lidhje me situatën e sektorin e qumshtit. Për informacionin e juaj, ka javën e kaluar dhe këtë javë kemi pas takime të përbashkëta së bashku me Ministrinë e Tregtisë edhe Ministrinë e Financave me gjitha akteret të relevancë për këtë sektorit të qumshtit të Kosovë. Dhe pas analizave që kemi po këtë kuadrë të Ministrisë së Bujqësisë, çështjet që ndërlidhen edhe duhet të jenë të ditura dhe për publikun, ka të bëjë me tendencën në rritje saj përket zëvendësimit të qumshtit të freskët i cili po prodhohet brenda vendit. Është një situatë që po i afekton ose i afekton ekonomitë rurale gjithandej i Kosovës dhe për pasojë dhe qumshti i cili prodhohet ekziston kohë pas kohe me cikle sezonale mbetet si të pritës. Ne kemi dashur të analizu saktë se ka po vjen rrjedh kjo situatë dhe diskutimet tona, analizat tona janë që qumshti i freskët në Kosovë, aq sa prodhohen, sot diku rreth 320 milion litra në vetë është në tendencë në presion të vazhdueshëm nga produktet importuara. Dhe njëra nga ato është qumshti pluhur. SS kodi relevant është 401 dhe 402. Dhe për ta dokumentuar këtë në bashkëpunim me gjitha me doganë e Kosovës, kemi marrë të gjitha hyrje dalit në sasi edhe në shuma dhe kemi ardhur në sasia e qumshtit pluhur ka një rritje shumë të madhe, tendencë të madhe të rritjes së importit të qumshtit pluhur. E dyta, qumshti freskët po ashtu po ballafaqohet me një presion në rritje se përket importit të yndyrnave dhe produkte zëvendësuese, që në këtë rast është vaji i palmës. Ta kemi parasysh që vaji i palmës në shumë raste në industri përdoret si zëvendësim ndaj yndyrave shtazore, të cilat prodhohen nga qumshti apo në ekonominë tona familjare për shkak të tepritës së qumshtit. Dhe rrjedhimisht një tendencë e ngjashme është po ashtu edhe të vaji i palmës, por jo aq sa është të theksuar tek qumshti i pluhur. Në lidhje me këtë, analiza jonë është që shkalla e presionit është jo vetëm tek këto dyja, por edhe tek produkte tjera të ndërlidhura ose që derivojnë në produkte të qumshtit, por në një shkallë pak më vogël. Rrjedhimisht situata fillon të përkeqësohet gjatë për shkak të sezonalitetit të prodhimit të qumshtit vendas. Ta keni parasysh që për shkak të përmirësimit të kushteve plektorale ndërmjet marsit dhe qershorit, kafshët kanë më shumë ushqim dhe rrjedhimisht prodhohet më shumë qumsht. Por që njëjta gjë ndodhet te vendet të tjera ka po importon Kosova. Dhe rrjedhimisht historikisht Kosova ka një problem të sezonaliteti i qumshtit, kur paradoksalisht ne prodhojmë edhe më shumë, por edhe vendet e tjera për shkak të tregtisë së lirë ka një tendencë të dërgojnë më shumë qumsht në Kosovë. Dhe rrjedhimisht edhe kjo është e konfirmuar bazë të analizave që kemi ne. Ka një sezonalitet tek importet e qumshtit. Rrjedhimisht shkëm tek masat, ajo çfarë ne kemi ndërmarrë është në propozim të Ministrisë së Bujqësisë, ja kemi propozuar Ministrisë së Financave akcizën në qumshtin pluhur. Dje Ministria e Financave ka dërguar një njëjtin propozim në qeverinë e Kosovës dhe i njëjti është votuar. Dhe rrjedhimisht dje në orë të kona po ashtu është konfirmuar, është votuar në Komisionin për Buxhet, kështu që rrjedhimisht nga momenti kur hyn në fuqi dhe del në gazetë zyrtare, qumshti i pluhur do të i nënshtrohet akcizës në import. E dyta, marr parasysh që në treg, dhe nuk mjafton shumë analizë për bazë të raportimeve që kemi edhe ne në shqitoret tona, shpeshherë
Përse në raste ka një përzirje që unë i klasifikoj si ndeshje me ligjin për konsumatorë. Një përpjekje për të thënë që qumshti plur apo i përzirjet me vaj të palmës derivojnë nga qumshti i freskët që nuk është e vërtetë. Rrjedhimisht nga dje në shtu vendimin për kontrollet kufitare se cila pako e qumshtit që futet në Kosovë nga importi do t'i nënshtrohet dy masa. Masa e parë është analiza në laboratori. Për të analizohet përbërja e secilës pako që futet në Kosovë. E dyta është në tregun e brendshëm. Masa e dytë është secili produkti qumshtit do të kategorizohet drejt. Nuk ka përzierje dhe me qumshtit e freskët edhe produkte të tjera që përmbajnë qumsht plur ose vajin e palmës. Rrjedhimisht me ka mëndruar Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë që këto masa të zbatohen strikt, të jenë proporcionale dhe të jenë në fuqi për një periudhë fillestare për 90 ditësh me mundësi vazhdimi. Ne i kërkojmë të gjithë operatorëve ekonomikë në të gjithë qytetarët të Kosovës që t'ju përmbahen këtu në dispozita të treja, është në interes të mbrojtjes së konsumatorit, është në interes të mbrojtjes së qumshtit të freskët dhe ekonomive tona familjare. Dhe të njëjtën kohë ju falenderoj dhe ju mediave që e keni ngritë këtë çështje dhe me mirësjellje kërkoj që të ju t'japni kontributin në përqimin e këtij mesazhi gjithandej Kosovës. Ju falenderoj, zoti Bajraktari, fjala është për ty. Faleminderit shumë, faleminderit ministër, faleminderit vazhdimisht. Mësime, si shëtatë më vëllë qëtit, është pak sekunda. Ne si shëtatë vëllë qëtit, kemi ngritë zërin tonë, e cila ka qenë para një mujtite që kemi bërë kërkesa dhe kemi bërë takimin në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Drejtësisë me të gjithë të Ministritë Kuendore elemente të cilat përballen dhe është interesi i jonë. Të ne të prodhuesit qumshtit ka filluar që mos të grumbullohet qumshti i tërë i cili prodhohet në Kosovë për i ferma tona. Dhe kështu që në takimet e përvashta me Ministrin Muja dhe në të gjithë jemi ardhur deri te një fazë ku po mendojmë që duhet ta mbrojmë dhe duhet ta mbrojmë prodhimin e ndër. Bujqit tonë më shumë derdhin djerës, se qumshi prodhojnë dhe ai qumshi mos më shit në tregun tonë. Kështu që këto masa ministër, faleminderit shumë, po shpresojmë të ardhmen shumë të shpejt të reflektojnë dhe na mos të kemi problem për shitjen e prodhimeve tona vendore. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Bajraktari. Po ashtu në vazhdim të fjalëve që thatë dhe ju, Ministria e Bujqësisë po ashtu ka masa tjera mbështetje ndaj fermerëve në mbështetjen e prodhimit vendor. Ne mbështesim e kemi skemen e pagesave direkte për lopë qumshtore, i cili do vazhdojë dhe më janë t'ju informoj edhe këtu, të raportoj edhe tek Bujqit gjithandej Kosovës që kemas do vazhdojë e mbështetjes. Po ashtu ne subvencionojmë litrin qumshtit sipas kategorive të cilësisë, prej klasës së parë deri te ekstra klasa, dhe po ashtu kemi masa tjera që mbështesin sa herë balë të fondeve për zhvillimin rural, do mbështesin me theks të veçantë pajisit për fuqizimin e prodhimit dhe përpunimit në kuadër të fermës. Dhe aty përfshin gjithë sinxhiri ftofës edhe ai që i mëson fermerëve tonë t'i plotësojnë kushtet fitosanitare. Ju falenderoj shumë. Tash jemi të hapur për pyetje. Ministra ka mundësi në pyetje, që përmendet një gamë të një kriteriet aty kushtimisht hipotetikisht mbrojtjes së fermerëve tonë, të cilët thjesht janë prodhues të mirë, dim ata që her pas here dhe kishin ato specifiket e tyre që nuk i është grumbulluar qumshti dhe në momente të caktuara më herët që ishin dhe përvoja të hidhura që dhe kanë pullë qumshtin tonë, është kjo një anomalita që i derisa ne prodhojmë shumë pak, shprehur 20% qumsht, në anën tjetër kemi import të jashtëzakonshëm,
si që potencuat edhe jo, prodhim i cili thjesht në don të verifikohet. Është unik kurajim që me të vërtet provindit për fermerin tonë, i cili do të mbrohet në institucionet tona, që këto prodhime thjesht tonat të jenë për turizën tonë, se jo ndoshta edhe për eksport, nëse kemi të mjaftueshëm. Është faleminderit shumë për pyetjen. Ne kemi një çështje strukturore në sektor, të cilën ne kemi analizuar thellësisht dhe çdo mas qoftë në politika dhe në pasim dhe në veprime, masa financiare, fiskale do të jetë konform në arritjen e këtij qëllimi. Strukturalisht ne jemi vend elektoral dhe prodhimi i qumshtit është i rëndësishëm etike, marrë parasysh që ne importojmë dikun sa unë kujtoj rreth 5 milionë euro qumsht të freskët dhe gjitha produkte tjera që prodhohen nga qumshti. Edhe unë besoj që si sektor është i rëndësishëm etike nacionale dhe rrjedhimisht hën në mesin e produkteve të cilat mbrohen nga shteti, edhe provizionet e tregtisë së lirë, përfshirë ato me cefta, parashohin specifika sa i përket këtyre produkteve dhe në të ardhmen, ne po ashtu po shqyrtojmë, do bëjmë analizë edhe për masa shtesë, po të cilat do të jemi në gjendje t'ju informojmë dhe juve, por në përgjithësi situata është kështu, prodhohen 300 milionë litra qumsht, importohen me ekuivalent, jo të gjitha, po importohen të freskët, diku rreth 22 milionë litra qumsht, importohen për si qumsht plor, rreth 20 milionë litra qumsht, importohen produkte të qumshtit, kos, vaj, valle, të rreth 18 milionë litra, importohet vaj palme, i cili nëse ekuivalentizohet, diku 1,30 është diku rreth 100 milionë litra, ekuivalente, jo drejt për drejt qumsht. Keni parasysh që dikon qumshti jonë, sektori jonë, i cili prodhon rreth 320 milionë litra, ballafaqohet me një presion importi rreth 270 milionë litra. Keni parasysh në ekuivalent. Kjo paraqet një sfidë strukturore, presioni është jashtëzakonisht i madh, por ne duhet ta rikthejmë masa strukturore. E para, që është rëndësi, është që t'i inkurajojmë të gjitha institucionet, por edhe qytetarët e vendit që ta konsumojnë, fillimisht sepse është edhe i freskët. E dyta që edhe prodhuesit tonë të qumshtit t'i zbatojnë të gjitha standardet dhe kriteret për sigurinë dhe masës fitosanitare, për cilën ne do t'i mbështesim. E treta që ka rëndësi në të ardhmen, ne do të inkurajojmë dhe do të mbështesim edhe industri tjera përpunuese në mënyrë që qumshti, i cili mbetet e prisë ko pas kohë, që prodhohet brenda vendit, në bazën sezonale, të shfrytëzohet për prodhimin e jogurtit, buterit, ka dhe produkte tjera, por i cili kërkon më shumë analizë dhe për këtë ne po ashtu do të jemi në kontakt me shoqatët e përpunusëve të qumshtit. Por gjithsesi, qëllimi jonë këtu është që fermerët të ndihmohen në rand të parë, sepse është çështje etike për ta, është çështje të ardhur auditorët të tyre dhe këto masa që i morëm sot në rand të parë i mbrojnë ata. Sa ndemi strukturalisht ne jemi na duhet të mendojmë edhe Ministri të Policisë do marrin masa ligjore financiare për të arritur objektiva tjera nacionale. A kemi pyetje tjera? Nëse jo, ne ju falenderoj shumë për vëmendjen ndaj kësaj çështje. Ju kërkoj zoti Bajraktari që poshtë të informoni edhe fermerët, bujqit e Kosovës për masat e reja, po ashtu ju falenderoj për korrektësinë edhe për insistim për këtë çështje dhe ne do të mbesemi në kontakt me baza javore. Unë po ashtu në Ministri të Policisë kam themeluar një grup i cili baza javore të monitoroj situatën, do më raportoj dhe bashkërisht në interes të fermerëve të Kosovës do marrim edhe masa shtesë për që nevoja. Ju falenderoj shumë.